أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allahun e lartësuar, i cili është meritor për falenderimet, për lavdërimet, për adhurimet tona. Atë falenderojmë ashtu sikurse e kanë falenderu ulemaja dhe të parët tanë, kur thonin Elhamdulillahi alladhi akramana bil iman wa zayyana bil islam wa ja'alana min ummati Muhammedin alayhi salatu wassalam. Thonin të parët tonë të mirë, falenderimet qoftë për Allahun që na nderoi me iman, na zbukuroi me islam dhe na bëri pe umetit e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. E falenderojmë Allahun që na ka bërë prej atyre që e madhrojnë atë dhe madhrojnë dinin e tij, falen namazin, e përmendin emrin e tij dhe agjërojnë Ramazanin. E falenderojmë Allahun që muajt hënor i caktoi 12. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran. Tha Allahu ka caktuar që muajt të jenë 12 dhe prej tyre e dalloi muajin e bekuar të Ramazanit. Ashtu sikurse Jusufi a.s. ishte djali i dalluar i Jakubit, prej të 12 djemve të tij, shkaku i devotshmërisë dhe i bukurisë së tij. Ashtu Allahu edhe dalloi Ramazanin prej 12 muajve të vitit. Kështu në pritje të këtij musafirit të bekuar që po vjen duke na u ofruar, luteshin sahabët e pejgamberit a.s. 6 muaj para se të vinte ky muaj i bekuar. 6 muaj para Ramazanit e ndjenin aromën e tij. E ndjenin se një musafir i bekuar po afrohet, edhe luteshin për ta. Madje ata i shtonin doa sa më afër Ramazanit, i shtonin doa edhe më shumë. Nga se dinin që Ramazani nuk është vetëm një muaj që agjërohet, por është më shumë se kaq. Është një muaj i ndryshimit. Është një muaj që lë gjurmë. Është një muaj që është ai që balancon vitin e besimtarit. Andaj, edhe ne, duke mundu që të ecemi hapave të tyre, kemi vendosur që këto takime tona deri në Ramazan t'ja kushtojmë këtij musafirit të bekuar. Andaj këtë seri të ligjëratave e kemi titulluar për një Ramazan që ndryshon jetën. Ashtu sikurse sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e pritnin me mallëngjim, edhe luteshin sidomos kur hynte muaji i Rajab. Ka ardhur transmetime se sahabët luteshin duke thënë Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Allah, na jep bereqet e na bekon muajin Rajab dhe Sha'ban dhe na mundëso zë të arrijm Ramazanin. E kanë lutur Allahun me ja mundësu arritjen e këtij muaji, se e kanë ditë sikur se tha më herët që ky muaj nuk është muaj i thjesht. Është shumë i vlefshëm për besimtarin. Një Ramazan kushton shumë ditën e Kiametit. Një Ramazan e ka çmimin shumë të lartë përpara Allahut ditën e Kiametit. E ka vlerën shumë të madhe. Madje jo është një Ramazan. Ka njëherë një natë brenda tij. Një moment i tij mundet me qenë vendimtar për robën. Qëllon në një natë ku falen mëkatet, qëllon në një natë ku fshihet emri yt pe listës së banorëve të xhenemit, edhe shkruhet në listën e banorëve të xhenetit. Qëllon një natë që nashta të falen krejt mëkatet të parat edhe në mbramat. Qëllon ndoshta në atë natën ku të ndryshon Allahu rrënjësisht. Qysh e ndryshoi pejgamberin alayhis salam pikërisht në natën e Kadrit. Pejgamberi alayhis salam vahje i ka ardhur për herë të parë në Ramazan, në natën e Kadrit, në natën e 27. Edhe nga një çoban që vetëmohej në malët të Mekës, edhe kërkon të krijuesin e tij, brenda një natë të Ramazanit u kthye tek Hatixha dhe i tha: "Zammiluni dathiruni." Më mbula e më mbështjell, nga se e pash Xhibrilin. Më mbula e më mbështjell, nga se e pash Xhibrilin.
Pra në një natë të këtij muaji, pejgamberi alayhis nga i çobani thjesht i ruan të delet në përmalet e Mekës, u shndrua në vulën e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Kjo na tregon shumë mirë rëndësinë e këtij muaji të bekuar. Pra çdo çast brenda këtij muaji është shumë i shtrenjtë, është shumë i rëndësishëm. Për ta përjetuar pra këtë muaj më mirë, kemi vendosur këto takimet e tona me fol për përjetimin e këtij muaji. E para se të fillojmë me fol për Ramazanin, është e udhës me fol pak për muajin që jemi në të e që i paraprin muajit Ramazan, është muaji Shaban. Andaj, dersin e sotëm e kemi titulluar muaji Shaban dhe 2 cilësitë që e pengojnë faljen. Fillimisht, të nderuar vëllezër, besimtari adhurojnë Allahun përgjatë tërë jetës së tij. Edhe e kryen porosinë që Allah ja ka dhënë pejgamberit alayhis në surën Hijr, ku i thot në ajetin e fundit: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe ti Muhammed adhuroj Allahun deri kur, Zot? Derisa të vijë vdekja. Pra besimtari duhet me qenë konstant në adhurime. Mirë po, ky adhurim mundet me ndryshuar her pas here, sikur se kemi përmend hadithin kur shkon Handhale me Ebu Bekrin radiallahu anhu tek pejgamberi alayhis salam dhe i thon: "Ja Rasulullah, jemi bërë munafik." Pejgamberi sa më thon: "Çysh ndodh ajo?" Thon: "Kur jemi me ty, po na shtohet imani në atë shkallë, saqë nuk kemi nevojë më as me pa Zotin, as me pa me lajket, kemi arrit në atë pikë saqë imani e arrin kulmin." Thon: "Kur po kthehemi në shtëpi, edhe po na kapin telashet e kësaj dynjaje, po na zbehet imani, o i dërguari i Allahut." Atëherë pejgamberi alayhis salam i thotë: "Kjo nuk është nifak, kjo nuk është dyftërsi." Thotë: "Walakin sa'atan wa sa'a." Mirë po, herë ashtu e herë kështu. Sa'atan wa sa'a, herë pas here. Kështu që besimtari nuk mundet me rujt imanin çdo herë konstant sa i përket kryerjen e nafileve dhe veprave vullnetare. Mirë po sa i përket adhurimit të Zotit në kryerjen e farzave dhe largimin ndaj harameve, kjo do të më qenë derisa të na vijë vdekja. Mirë po pejgamberi alayhis salam në një hadith, sikur se transmeton Enes radiallahu anhu, thot: "Ju shfrytëzoni disa momente, shfrytëzoni disa bonuse, shfrytëzoni disa erëra të mëshirës së Allahut." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "If'alul khayra dahrakum." Bëni hajrë dhe bëni mirë përgjatë tërë jetës suaj. Dahrakum mundet më përkthy përgjatë tërë jetës, ose mundet më përkthy përgjatë tërë vitit. Pra ju bëni mirë sa të moni, sa të keni ymër. Mirë po, wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Shfrytëzoni sezonën e erërave të mëshirës së Allahut. Thot pejgamberi alayhis salam: "Allahu i ka disa sezona ku e lëshon rahmetin e tij, fa yusibu bihi man yasha'u min ibadihi." E me atë rahmet Allahu e kap kënd të doj për robërve të tij. E jo, thot pejgamberi alayhis salam, shfrytëzone këtë kohë. E një mundësi e tillë është edhe mundësia e muajit Shaban. Mirë për që subhanallah, shumë njerëz e neglizhojnë. Shumë njerëz e lën pas dore këtë muaj. Këta na përmend edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Dhaka shahrun yaghfulu anhu an-nas bayna Rajab wa Ramadan." Thot pejgamberi sa muaji Shaban është muaj që e neglizhojnë njerëzit, e lajnë pas dore. E është muaj që gjendet mes muajit Rajab dhe muajit Ramazan. Pra njerëzit e madhrojnë muajin Rajab për shkak që është muaj i madh. E madhrojnë muajin Ramazan për shkak të rëndësisë së tij. E muajin Shaban që është në mes të këtyre dyne e lajnë anash. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot njerëzit e lajnë pas dore këtë muaj, jo mos e lëni. Këta mas mire pejgamberi alayhis salam na ka treguar me rëndësinë e madhe që vet ai bekum ja ka kushtuar muajit Shaban. Ka qenë janë për sahabëve Usame ibn Zeidi. Kjo Usame ka qenë djalë i ri edhe kjo është ai që pejgamberi alayhis salam ja lën me udhëheq ushtrin si 16 vjeçar pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Kur i ka pas vetëm 16 vjet. Përndryshe ka qenë janë për njerëzve më të dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Usame, edhe Zeidi, babai i tij. Ky Usame thot e pash pejgamberin alayhis salam që përkushtoi shumë muajin Shaban. Edhe i thash: "Ja Rasulullah,
lem arake tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. O i dërguari Allahut, s'të kam pa asnjëherë duke agjëru kaq shumë se sa që po agjeron në muajin Sha'ban. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon arsyeën pse ai e ka madhru këtë muaj. Thot, dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu. Ky është një muaj që njerëzit e shpërfillën edhe lën pas dore atë. Gjendet mes muajit Rajab dhe mes muajit Ramazan. Thot, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Në këtë muaj ngritën veprat tek Zoti i botrave. Fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im. E unë dua që kur të ngritën veprat tek Zoti im, të jem agjërueshëm. Njeriut të nderuar vëllezër, i ngritën veprat her pas here tek Zoti i tij. Ngritën veprat në bazë ditore, ngritën veprat në bazë javore dhe ngritën veprat në bazë vjetore. Ngritën veprat çdo ditë në mëngjes edhe në mbrëmje. Andaj thot Allahu i lartësuar për namazin e sabahut, thot wa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dhe fale namazin kur është dielli duke rënë nga zeniti dhe deri në mbrëmjen e vonë të natës, thot dhe falo ose lexo Kur'an në mëngjes. Inna qur'an al-fajr, Kur'ani i mëngjesit, kana mashhuda, është i dëshmuar. Prej kujna është i dëshmuar? Është i dëshmuar për shkak të melekëve që ndrohen, melekëve të natës edhe të ditës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu edhe Muslimi. Thot yata'akabuna bainakum malaikatu al-layli wa malaikatu an-nahar. Thot ju jeni në përcjellje të melekëve të ditës edhe të natës. Thot wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-isha. Këto melekë takohen në namazin e sabahut edhe të ikindis. E kur ngriten në qiell, i vet ai që huwa a'lamu minhum, që e din më mirë se sa to, që është Zoti. I vetët kejfe të raktum ibadi. Qysh i latë robërit e mi? Si i latë robërit e mi? Atër me lajket thojnë, të rakna wa hum yusallun, wa wajadnahum wa hum yusallun. I lam duke u falë, po dhe i kemi gjetë duke u falë. I lam duke u falë namazin e sabahut, ama dhe kur jemi shku, ju në kanë në ikindi, tu falë i gjetëm, e tu falë i lam. Kjo ndodh çdo ditë edhe çdo natë. Këto është ngritja e veprave në bazë ditore. Pastaj kemi ngritjen e veprave në bazë javore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në çdo javë hapën dyert e xhenetit të hënave dhe të enjteve. Edhe ngritën veprat tek Zoti. Thot, unë dua që në këtë ditë të jem agjërueshëm. Kjo është në bazë javore. Ndërsa në bazë vjetore është pikërisht kjo që ndodh muajin Shaban. Veprat e tërë vitit ngritën në qiell, edhe sikurse palosën në arkiv, sikurse vendosën në libër bazë, edhe sikurse pjalshojnë rendin kujna veprave të Ramazanit është. Veprave të shumta që besimtari nis tash një libër të ri të veprave të tij me plot ibadete. Andaj pejgamberi sa po thot për muajin Shaban, turfa'u fihi al-a'mal, në këtë muaj ngritën veprat. Edhe subhanallah, shikoj çush e kanë përjetuar pejgamberi sa më dhe gjeneratat e para këtë ngritjen e veprave. Ai nuk e ka përjetuar ai bekum edhe shokët e tij edhe gjeneratat e para të këtij umeti vetë si hadithi që po ngritën veprat edhe kaq. Po është mundu që në ato ditë me përjetu këta duke agjëruar. Nga se kjo mundet me ndodhë sot, kjo ka mujtë me ndodhë dje, kjo ka mundet me ndodhë nesër, e ka përjetu si diçka shumë reale, si diçka shumë konkrete. Edhe kështu edhe kanë përmirësuar veten e tyre. Se çdo herë kanë pa dertin, çka po ngritet tek Zoti pe anës teme. Edhe subhanallah, thot Allahu për ditën e Kiametit në surën Kaf, wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Në ditën e Kiametit që të libra kanë me zbrit përpara njerëzve. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, e i sheti zullumçart të tmerrum
pe asaj që kanë me gjetë brenda tyre. Mushfiqin janë të tmerruar pe asaj që kanë me gjetë brenda tyre. Brenda tyre nuk kanë me gjetë pos ata që kanë punu. Mirë po çuditën, sikur se vazhdon ajeti, thot: "Wa yaquluna ya waylana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ata thonë mirë për ne, çka na qenë ka ky libër, që nuk pas ka lënë gjë të vogël ose të madhe, vetë se pa e shkruar. Nuk pas ka lënë gjë të vogël ose të madhe, vetëm se pa e përmend. Çuditën pe asaj që kanë me gjetë të shkruan pe veprave të tyre. Bile pe komentimeve kështu ma të rënda me mujtë me thonë, ose goditëse të këtij ajeti, është komentimi i Abdullah ibn Abbasit, i cili thot, kur e komenton ajetin, nuk pas ka lënë gjë të vogël ose të madhe për pa e shkruar, thot es-saghira, thot është et-tabassum. Që kjo gjëja e vogël që e kanë përmend zullumçart është buzëqeshja. E ka shkruar. Wal kabira al-qahqahatu. Dërsa kjo e madhja është e qeshura me sa. Para për këto punë të tjera. Të vogël edhe të madhe ka shkruar me leko, qëllimi e vogël buzëqeshja, ndërsa e madhe është qeshja me sa. Andaj, këtë tha Zoti e bën me një qëllim që njeriu në ditën e Kiametit mos me pat arsye me drejtu gishtin e tij as kujt tjetër përveç vetes. Andaj thot Allahu: "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi." Dhe çdo njeriu ja kemi lidh librin për qafet e tij. Në ditën e Kiametit kena më nxjerr librin përpara. Iqra kitabek, lexo vet. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, lexo vet edhe vet gjykoje veten se në cilën anë do të më shku. Lexo vet edhe vet gjykoje veten se ku e meriton për më shku. Këtë kjo besimtarët e parë të këtij umeti e kanë përjetuar si diçka shumë reale. Edhe subhanallah, këtë Allah bën me qëllim që njeriu pra mos me lan arsye në ditën e Kiametit me fol ose me ia hedh fajin dikujt tjetër. Sikurse e përmend Imam Fakhruddin Ar-Razi në tefsirin e tij, thotë yuhasabu an-nasu fil qiyami ala thalatha. Njerëzit do të gjykohen ditën e Kiametit në bazë të 3 shembujve. Thotë në bazë të Jusufit a.s., Ejubit a.s., edhe Sulejmanit a.s. Thotë fayad'u bil mamluk wa yaqulu lahu. Amar Allahu robin, sklavin, edhe thirr me gjyku përpara tij, edhe ka një pyetje mjaft të rëndë. I thot Allah i lartësuar: "Ma shaghalaka anni." O robim, ç'të habiti kundrejt meje? Çka të angazhoi ty e më harrove mua? Ma shaghalaka anni. Pse më ke lënë mua pas dore? Atëherë thot pejgamberi sa robi thot: "O Zot, ti më ke kriju duke qenë rob i dikujt tjetër. E kam qenë i nxanë në shërbim të zotëriut tim." Atëherë thot pejgamberi sa i thot atij Allah: "Prit pak." Edhe ja bjen Jusufin a.s. Thot: "Hadha abdun mithluk." Kjo ka në rob si ti. Edhe kjo ka qenë rob i dikujt si ti. Po shikoje pozitën që e ka arrit. Shikoje dhikrin që e ka ba. Shikoje përkujtimin e të shumë të Zotit që e ka ba. Kjo më ka përmend edhe kur u kon sklav, edhe kur u kon bunar, edhe kur u kon pallatin e mbretit, edhe kur u kon burgun e mbretit, edhe kur është bë ministër. Edhe i thot Allah, ti këta ki vetëm arsye tim, edhe e marrin me larket për zjarr të xhenemit. Pastaj e merr Allah një njeri që e ka sprovu shumë. Ai thot: "Abdi, ma shaghalaka anni." O robim, ç'të habiti e më lë mua? Atëherë thot: "O Zot, ti robi thot, ti ai që më ke sprovu o Zot. O më ke dhënë telashe, më ke dhënë sprova, më ke dhënë smundje. Kam qenë në zonën duke u merr me to." Atëherë Allah thot: "Prit pak." Edhe merr Ejubin a.s. Thot: "Shikoj këta. Ka qenë i sprovum në atë mas, sa që e ka pa mishin duke i rënë pej trupit e tij. Edhe i ka pa kockat e tij brenda mishit të tij. Edhe nuk ka mujt me i largu, Allah ju nderoft, krimbat pej trupit e tij.
Mirë po gjuha ti kur nuk është nalë duke më përmend mua. Ti po gënjen, e ki si arsyetim, edhe e hudhën në zjarr. E merr Allahu Sulejmanin a.s. E merr një njeri i cili ka qenë me pushtet, me famë, me autoritet. Edhe Allahu prapë ja bën të njëjtën pyetje. Me shaghalaka anni. Çka të angazhoi? Edhe pse më harrove mua? Ai thotë, o Zot, kam qenë i angazhuar me famë, me pasuri, me pushtet, me punë. Atëherë thotë përpara tij del Sulejmani a.s. edhe i thotë, ky ka pot shumë ma shumë pushtet se sa ti. Mirë po, ky kur s'harroj me më përmend mua. Mirë po ti gënjen, edhe ki vetëm si arsyetim, edhe Allahu e hedh në zjarr. Kështu pra e kam pat të parët tanë dertin e këtyre librave. Se çka po shkruhet në të, edhe me çka po e përmbyllim një vit, edhe me çka po e nisëm vitin tash të librit të ri në Ramazan. Kjo ngritje veprave në Shaban e bën që Allahu me i falë robët e tij. Nga se kur ngritën veprat, sikur Allahu i shikon veprat e robëve të tij dhe i mëshiron, i fal. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yattali'u fi laylatin nisfi min ash-Sha'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allahu i shikon robërit e tij në natën e mesme të muajit Shaban. Në natën e 15 të muajit Shaban. I shikon. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Krejt krijesat e tij Allahu i fal. Illa thnain. Përveç dyve. Krejt krijesat Allahu i fal me përjashtim të dy vetëve, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Illa li mushrikin aw mushahin. Fillimisht thot nuk e fal mushrikun, idhujtarin, atë që ka defekte në besimin e tij, edhe me shahin nuk e fal grindavec. Nuk e fal atë që i armiqson robërit e Zotit. Illa li mushrik, nuk e fal mushrikun, nuk ka qëllimi veç mushrikun që adhuron idhuj, po qëllimi mushrikun atë që në besimin e tij mundet me pat shirk, mundet me pat kufër, e që këtë mund me marr pjesë edhe një grupe muslimanëve, që në besimin e tyre kanë mujt me ranë në shirk, kanë mujt me ranë në kufër. Andaj në këtë muaj, muajin Shaban, është mirë me përmirësu imanin tonë. Është mirë me kërku falje për gjunaheve tona, me harnu besimin tonë. Shiko Ibrahimi a.s. është lutë me një lutje, kër e kalon Ismailin edhe Hajerën në Mekë, e ka bën një lutje në ato momente. Thot Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Dhe kujto kur Ibrahimi tha, o Zot, bëje këtë qytet të sigurt, a mua dhe vllatë e mi na ruaj prej adhurimit të idhujve. Ibrahimi që kur i ka pas 16 vjet, i ka thy krejt idhujt me dorën e vet. Tash në pleqëri kur është zbardh, po thot Allah rum mos të adhuroj idhujt. Allah rum pe shirkut. Nuk ka pat garancë se mundet zemra me lëviz. O Allah, unë jam çaj që i kum thy idhujt hatryt. Edhe hatryt më kanë hedh në zjarr për që i kum thy idhujt. Mirë, po nuk kam garancë se Zot tash në pleqëri po thë mua dhe vllatë e mi na ruaj prej adhurimit të idhujve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur si zakon çdo mëngjes dhe mbrëmje e ka bërë një lutje. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të bëj shirk me dije dhe kërkoj faljen tënde nëse të kam bërë shirk pa dije. Çdo mëngjes dhe mbrëmje e ka bërë pejgamberi sa këtë lutje, nga se shirku mundet me qenë një fjalë. I bën Allahut shirk, e njeriu nuk i kushton vëmendje hiç, e mundet me i kushtu në dynja ose në ahiret. Mundet me qenë një vepër, mundet me qenë një gjest i vogël që njeriu pastaj i vun pasojat në këtë botë edhe në botën tjetër. Personi i dytë që Allah nuk e fal muajin Shaban, thashë me shahin, ai që është i armiqsuari, ai që në zemrën e tij ka urrëtie për robët e Zotit. Grindaveci, ai që ka shef me tjerët, me shti fjalë edhe me shkaktu probleme. I kënaqet nefsi i tij me shtyrje edhe me fjalë të rënda. Këta, thotë pejgamberi alayhis salam, nuk është meritor kë për me e falë Allah. As muajin Shaban.
Kështu që ulemaja kanë thënë besimtari në muajin Shaban, përveç që e rregullon imanin e tij në raport me Zotin, këtë muaj e rregullon edhe raportet me njëri tjetrin. Që kur të vijë Ramazani, këta me gjetë me zemër të pastërt. Mos me pas urrëtie për kërkon, edhe me qenë i gatshëm për me fillu garën e Ramazanit. Mos me pat në zemrën e tij as hased, xhelozi, as mendim të keq për muslimanin. Kjo është gradë hala më e lartë. Mos me pat as mendim të keq për ndonjë prej muslimanëve. Shembullin e kemi në imamin e Ehlis Sunnetit Ahmed ibn Hanbal. Kur është kthy në shtëpinë e tij, edhe ja pastronin varrën e tij, edhe ja pastronin shpinën pe gjakut. Njëri prej nxënësave kur po i dhimbet shehu, po i dhimbet hoxha e tij, thot: "O shejh, lutu kundra tyre. Se edhe jemi në Ramazan i agjërushëm, edhe të është bërë pa drejt, nuk të refuzohet lutja, lutu kundra tyre." Atëherë imami thot: "Çka do të fitoja unë nëse Allahu e dënon një musliman shkaku i Imam Ahmedit? Çka do të fitoja unë nëse hatri jam Allahu e dënon një musliman? Yaghfirullahu lana jami'an." Na falt Allahu të gjithë neve. Nuk kam kohë tha mu lut kundra askujt. Kjo është zemra që meriton faljen e Zotit. Kjo zemër kur hyn muaji Ramazan është e gatshme për me fillu garën me robërit e Zotit drejt rahmetit të Allahut të lartësuar. Shiko shtëpinë e pejgamberit alayhis salam. A kanë pat ata të lashe, kanë pat mosmarrëveshje. Shiko se si i kanë zgjidh. Huseini, u ka djalë i Aliut, për ndryshën e pejgamberit alayhis salam, e ka pas një mosmarrëveshje me Muhamedit, djalin tjetër të Aliut. Edhe pasi që e kanë ata një mosmarrëveshje dhe shtyhen pak dhe gjithë secili kthehet në shtëpi të veta, Muhamedi e merr një letër edhe i shkruan Huseinit. Thot: Bismillahirrahmanirrahim. Pej Huseinit të birit të Aliut, pej Muhamedit të birit të Aliut, drejtuar Huseinit të birit të Aliut. Selamu alejk. Paqja edhe mëshira e Zotit qoftë me ty. Thot: ne jemi dytë bitë e Aliut, edhe nuk kemi dallim me njëri tjetrin në këtë pikë. Ama nëse kej dynjaja do të ishte sikurse nëna ime, nuk do të arrinin 1/10 e vlerës së nanës tone. Se nana jote është Fatimia, bija pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot kur të arrin letra jam, vesh e gjydben, edhe mbathi nallet, edhe eja të kun, edhe më jep selam i pari, se unë po du që sevapin e selamit me e marë ti, se ti e meritor. Ti i biri i vajzës pejgamberit alayhis salam. Kjo është madhështore. Këta njerëz, kur ka hyrë Ramazani, kanë qenë tjetër nivel. Këta tani masani nuk e kanë pat problemin e shijimit Ramazanit, se e ka pastru zemrën qysh para se me ardh ky muaj. E muaji Shaban ka qenë një ndër muajt më të dashur të pejgamberit alayhis salam. Sikur se thot Aisha, kana habba shuhuri ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sha'ban. Ka qenë muaji më i dashur i pejgamberit alayhis salam për magjeru, muaji Sha'ban, thumma yasiluhu bi Ramadan. E këtë muaj e ka parapri ose ka lidh me muajin Ramazan. Kështu këtë muaj Ibn Rajab, një prej dietarëve, quan muaji i Kuranit, muaj i shijimit të ibadeteve. Kjo sot sikur se po na mungon shijimi i adhurimeve dhe ibadeteve në raport me Zotin. Pe asaj më të mira se lexova në këtë pikë ishte thënia e Ibn Qayyimit, Allahu mëshiroft. Thotë Hudhudi, ai zogu që përmend Allahu në Kur'an, është largu prej Sulejmanit për disa ditë. Fatawa'adahu. E Sulejmani ka kërcënu, ka thonë nëse nuk kthehet, ku me dënu. Musa alayhis salam nuk i është bit Hidrit 3 herë. Hidri çaj ka thonë mas 3 herë, hadha firaqun baini wa bainak. Këtë unë ti po dahemi. Thot, o ti që je larguar prej Allahut. Edhe ke kundërshtu jo 3 herë, po me 10 herë. A nuk e frikë se një ditë ka me të thonë edhe ty, hadha firaqun baini wa bainak. Kjo është ndarja mes meje dhe teje. A nuk e frikë se në ditë kjo mu kërcënu edhe ti? Pse? Se je duke nejt larg Zotit tanë. Je duke nejt larg adhurimeve të
Zotit tënë. Andaj dietarët e parë që e kanë shiju adhurimet në këtë formë, i kanë përjetu si diçka që pa të nuk kanë pa jetë, e kanë përjetu si diçka shumë të çmueshme. Andaj përmendet janë për dietarëve, thuhet kur i ka ardhur momentet e fundit në këtë jetë, e kanë pa duke qajt. Nxënësat e tij po i thonë o shej, apo friksohesh? Ka thonë jo, ebki ala yawmin ma sumtuhu. Po qaj për atë ditë që s'ku mujt me agjëru. Wa ebki ala lejlin ma kumtuha. Po qaj për atë natë që s'ku falë namaz natë. Ka me marë malli me agjëru për Zotin, edhe ka me marë malli me falë namaz natë. Andaj, porosia e këtij dersit është me i shfrytzu këtë ditë edhe këto net të bekuara, edhe ta pritim Ramazanin ashtu sikurse i takon atij, duke shndru prej një muaji të zakonshëm në një muaj që na ndryshon akoma pa ardhur, vetëm duke nuhat aromën e tij. Allahu na mundsoft. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.